miliona ezana me emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para mendo sa herë ngrihet ezani vetëm në një vend për çdo namaz. Për namaz drekës, ikindis, takshomit, yatsis dhe sabah. Sa ezane ndëgjohen dhe sa vende ka në botë ku ezani ndëgjohet në orë të ndryshme. Do të thotë nëse tani dëgjojmë ezanin e drekës ose të ikindis, pas pak në një vend tjetër do të thirret përsëri ezani. E para nesh mund të jetë thirrur në një vend tjetër. Para mendo çfarë ndodh në tokë çdo çast. Kush përmendet në këtë ezan? Përmendet ezani apo përmendet emri i Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe çdo ligjërues ditën e xumë, kur mban hutbën, e përmend pejgamberin alayhis salatu wassalam. Në namaz ne përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për të hyrë në Islam, kushdo që dëshiron ta pranojë Islamin, thotë Eshhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'anin Fisnik, duke ju drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak, dhe ne ta ngritëm lart emrin tënd.